Rrethit të dashur miq, sot do të përgatisim thjerrza të kuqe. Përbërësit janë: një karrotë, një patate, një qep, gjalp, vaj ulliri, thjerrza, piper të kuq, krip. Vrim qepin. Vrim qepin, kemi edhe vajin në tenxhere, shtojmë qepin. Patate. Pasi kemi shtuar qepin, shtoj patate. Shtojmë karotën. Shtojmë thjerrzat e kuqe. Ujë. Shtojmë kripën. I vëmë në presion për gjysmë ore të zjejë. Thjerrzat kanë nxjerrë, e lëm 5 minuta të nxjerrë ajri. Një digan shkrim gjalpin. Si ka shkrir gjalpi, shtojmë piperin e kuq. Piperi kuq është i hambur, nuk është djeg. Kemi shtuar piperin e kuq dhe e trazoj. Po e kemi gati. Thjerrzat kanë nxjerrë dhe i shtypim në mikser. Pasi kemi shtypur me mikser, e heqim mikserin. Tani e ndajmë. Është e nxehtë dhe po ta lësh trashet pak. Po ta lësh pak më shumë. Shtojmë specin e kuq me gjalpin sipër. Supa me thjerrza të dashur miq, nëse u pëlqen bëni subscribe, shihni në video të radhës. Ju faleminderit.